Për më shumë se një muaj të gjitha ujërat e zeza të fakultetit ekonomik po derdhen brenda podrumit të tij, ku ndodhen edhe dosje të rëndësishme të arkivit. Në këtë gjendje është fakulteti ekonomik, ku aktualisht kjo pjesë është rrepsisht e ndaluar përveç me masa mbrojtëse, teksa më shqetësuese po paraqitet fakti, pasi këtu janë edhe dosjet kryesore, të cilat po rrezikohen. E-kundërmimi ndjehet pothuajse në të gjitha katet e objektit, derisa një pjesë e stafit është detyruar të punojë në hapësira tjera brenda objektit. Për shkak kundërmimit të erës, ne kemi marrë masa që një pjesë e stafit administrativ që punon në katin përdhjes, që bëhet një zgjedhje alternative, një zyre tjetër në kat dytë, që në mënyrë që mos dëmtohen as stafi administrativ, as studentët, për shkak kundërmimit të erës. Po ta merr ujt krejt ato është një dëm i pariparueshëm, do thotë që do të na kushtoj shumë që s'merret ndonjë hap sa më shpejt. Kjo situatë, përveç që ka bërë të pamundur punën normale të një pjesë të stafit, po pamundëson edhe mbajtjen e ligjëratave, thonë studentët. Bëj thirrje që të gjitha institucionet përgjegjëse të marrin më njëherë masa të rrepta, për arsye se në këtë situatë të cilën jemi, padyshim nuk mundemi me mbajt ne si student mësimin dhe njëkohësisht është gjendje shumë shqetësuese kjo gjë. Nga kompania ujësjellësit Prishtina kanë deklaruar se rrjeti i tyre është në rregull dhe se problemi është brenda objektit të fakultetit. Ndërkaq, nga Drejtoria e Investimeve Kapitale në komunën e Prishtinës thonë se do të intervenojnë posa ujësjellësi Prishtina, sipas përgjegjësisë që u takon, fillimisht ta informojë drejtorinë për zonën ku duhet të ndërhyhet. Ndërsa nga Rektorati i Universitetit të Prishtinës ende nuk ka ndonjë përgjigje lidhur me këtë çështje.